Një takim i thjesht familjar, por që mori vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Një kafe mes kunatash u kthye në një moment plot stil, kujdes dhe dashuri që fansat nuk e lanë pa e komentuar. Learta Jakupi ka ndarë me ndjekësit e saj një moment të veçantë nga përditshmëria familjare, ku ajo ka vizituar kunatën e saj, Njomza Jakupi. Vizita e thjesht është kthyer në një atmosferë të ngrohtë dhe shumë të kuruar, ku mikpritja ka qenë në qendër të vëmendjes. Sapo ka mbërritur, Learta është pritur me një kafe të përgatitur me kujdes, duke treguar edhe një herë raportin e afërt familjar dhe respektin mes tyre. Por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendje është fakti se Njomza e ka zbukuruar Leartën me make-up, duke i dhënë një pamje edhe më elegante dhe të kuruar, siç jemi mësuar ta shohim shpesh Leartën në rrjetet sociale. Ky moment i thjesht, por plot stil dhe afeksion, është ndarë nga vetë Learta përmes Insta Story të saj, duke e bërë menjëherë viral mes ndjekësve. Fansat kanë komentuar pozitivisht lidhjen e tyre familjare, duke vlerësuar harmoninë dhe kujdesin që shfaqin ndaj njëra tjetrës. Në kohën kur rrjetet sociale shpesh mbushen me lajme të zhurmshme, ky moment i vogël familjar ka sjellë një frymë më të qetë dhe njerëzore, duke treguar anën më të afërt të jetës së personazheve publik. Një kafe, pak make-up dhe shumë dashuri familjare, ndonjëherë këto janë gjërat që marrin më shumë vëmendje se çdo gjë tjetër. Çfarë mendoni për raportin e tyre familjar? Për më shumë lajme roz dhe momente virale nga vipat, mos harro të bësh like dhe subscribe për videot e radhës.